Projekti për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës ka mbetur ende një iniciativë pasi në terren nuk po punohet. Megjithatë, shoqëria civile dhe shoqatat në mbrojtje të luginës së Drinit të Zi janë të vendosur në betejën e tyre për ta ndalur këtë projekt me çdo çmim. Avokati që ka ndjekur të gjitha çështjet gjyqësore të ngritura për të kundërshtuar këtë projekt, Halil Zhuka, tha se çështja vijon të jetë në gjykat dhe se në terren nuk po bëhet asnjë lloj punimi. Zhuka shtoi se dibranët që jetojnë brenda apo jashtë kufive të Shqipërisë janë të bashkuar dhe të vendosur për të ndalur këtë projekt që zhduk 10 fshatra e mijëra hektar tokë, historinë dhe turizmin e zonës. Atëherë, Skavica është një projekt korruptiv, është një projekt i fshehtë, jo transparent, pra nuk është zhvillim për Dibrën, ajo është mbytje për Dibrën, është mbytje historisë, qytetrimin e varreve, traditave. Është fakt që sot nuk po punohet, madje as qeveria, si në çdo fushat elektorale, duke ditur se populli i Dibrës është kundra ndërtimit të centralit Skavicës, nuk thot asnjë fjalë për Skavicën. Në të kundërt, opozita e ka përmendur dhe thot që nuk do të bëhet Skavica, sepse është e bindur që populli i Dibrës nuk e dëshiron Skavicën. Në këtë moment nuk po punohet. Ligji për Skavicën ka dalë në vitin 2021 dhe ka patur vetëm 6 muaj kohë për të dalë vlerësimi i ndikimit midis dhe për të lidhë kontrata, për të bërë pra nëse është rentabel apo s'është rentabel. Qeveria ka që nga 2021 gati 4 vjet që nuk po nxjerr këtë dokument. Çka do të thotë pra që ajo nuk do të bëhet, ne si komunitet nuk e dëshirojmë dhe nuk do ta lejmë ta bëjmë. Për faktin se, e thash edhe një herë pra, është aferë korruptive, nuk është transparente, i është dhënë pa garë një vepër e cila ka impakt jo për një mandat, po ka impakt për gjithë jetën, sepse Dibra fundoset përjetësisht. Ju keni bo herë për sere protesta, keni shku dhe në gjykate, çfarë vendimi ka marrë gjykata, çfarë ka thënë për vazhdoni protesta? Atëherë gjykata kushtetuese ka marrë vendim dhe ka thënë që qeveria ka shkelur nenin për të drejtën e informimit, nenin 51 të kushtetutës, pra ka shkel të drejtën e informimit, dhe i ka vendosur detyrimin që të riparoj këtë, pra duke i thënë që duhet në pikën 2, pra ka thënë që duhet të riparoj këtë, të informoj dhe të marrë parasysh ata që ka i thot populli. Populli i Dibrës ka qenë absolut, ka qenë kundra ndërtimit Skavicës. Pra si që thash edhe një, qeveria erdhi në Dibër Edi Rama dhe nuk tha asnjë fjalë për Skavicën, sepse është i bindur që ajo është një aferë korruptive, e cila si çdo aferë kur është bërë pa garë dhe me ligj të posaçëm të porositur, kanë shkuar dhe janë përpara spakut. Pra, edhe ky fakt tregon që Skavica nuk do të bëhet dhe ne si qytetarë të Dibrës do të fitojmë. Ka patur dhe nga diaspora një protesti herëti? Ka patur gjithmonë edhe nga diaspora, kur qeveria ka filluar ose ka patur lëvizje për të bërë. Por në këtë moment, pra, si që thash, erdhi kryeministri i Dibër, ishte në fushat elektorale, po t'ishte gjë për zhvillimin e Dibrës, do ta thoshte me të mëdhaja. Asnjë fjalë nuk tha, e din që është aferë, e din që nuk është e nevojshme, ligji ka dalë në 2021 dhe akoma në 2025 e njemi sot nuk ka dalë asnjë akt tjetër, nuk ka dalë ato dokumentat që janë parashikuar në kontratën për Skavicën, pra që do dilte vlerësimi i ndikimit midis, do dilte fizibiliteti, pra kanë kaluar mbi 4 vite dhe nuk ka dalë asnjë kështu. Asnjë akt për cilin ka dashur të lëviz përpara. Pra kjo tregon që Skavica nuk do bëhet. Që nga hedhja e idesë për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës, shoqëria civile në Dibër dhe shoqata të ndryshme kanë zhvilluar me 10 protesta, duke kërkuar që ky projekt të mos vihet në zbatim.